Avni Qenaj është ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili është arrestuar të martën në Serbi. Kjo u konfirmua nga nënkryetari i OVL-së së UÇK-s, Gazmend Sylla. 52 vjeçari ishte pjesëtar i brigadës 138, Agim Ramadani. Sipas mediave serbe, ndaj të njëjtit është caktuar masa e ndalimit për 48 orë. Asamblistët e lëvizjes vetëvendosje do të marrin pjesë të njëjtën në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit Komunal të Prishtinës, ku në rendite është bartja e mjeteve vatanake të kryeqytetit dhe buxheti i komunave. Për vitin 2026, Gësim Zveçla nga kjo parti tha se do të votojnë për bartjen e mjeteve. Në konferencë për mediat, ai fajsoi kryetarin e Prishtinës Përparim Rama për zhvillimet në kryeqytet. Lëvizja vetëvendosje e qendra në Prishtinë të martën pasdite ka mbajtur konferencë për mediat ku Zveçla tha se ky nuk ka qenë gabimi i Përparim Ramës, por qëllimi që të krijojë kauza. Asamblistët e lëvizjes vetëvendosje do të jenë prezent në seancën e nesërme, tha Zveçla. Asamblistët e lëvizjes vetëvendosje të njëjtën do të jenë prezent në seancën e Kuvendit Komunal të Prishtinës për ta votuar bartjen e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025, këto mjete për të cilat Përparim Rama e traumatizoi në Kosovë, e të cilën nuk i kërkoi aty ku është në vend në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Kjo nuk ka qenë gabimi i Përparim Ramës, ky ka qenë qëllimi i tij që të krijojë kauza, sepse kur dështon në menaxhim dhe kur nuk ke për çka i akuzon kundërshtarat, atëherë pa më dyshje se duhet ndërtimi një kauze, kauzën të cilën siç e thashë e rënoi vetë me veprimet e djeshme, deklaroi Zveçla. Në konferencën për mediat, Zveçla tha se kërkojnë nga Përparim Rama që të ndërpres, siç u shpreh ai, keq menaxhimi financiar në ndërmarrje. Zhvillimet në kryeqytet janë të jashtëzakonshme, u shpreh Zveçla. Zhvillimet në kryeqytet janë të jashtëzakonshme, është dita e dytë që qytetarët e Prishtinës janë të privuar nga shërbimet e trafikut urban, dhe gjithë kjo si rezultati politikës dhe qasjes së Përparim Ramës, Lidhjes Demokratike të Kosovës me në krye Lumir Abdiqikun. Sot kishim një deklaratë të zotëri Ramës, që tha se thirrja e seancës për legjislaturën e kaluar të Asamblesë së Kuvendit Komunal të Prishtinës është një mundësi opsionale për t'i inkasuar të hyrat vatanake, për të cilat ai tashmë e sa kohë ka ngritur kaos të vetëm dhe të partisë së vet. Duhet potencuar këtu qartë se kjo nuk është opsion, por rruga e vetme ligjore. Tani me vetë ftesën për këtë seancë dëshmon pranimin e fajësisë nga zotëri Rama, i cili ka traumatizuar qytetarët e Prishtinës dhe jo vetëm me kërkesat e tij të padrejta dhe ligjërisht të pashëndrueshme për bartje të mjeteve vatanake, kur këtë gjë nuk e ka kaluar në Kuvendin Komunal të Prishtinës, deklaroi ndër të tjera ai.